Studiues nga vende të ndryshme të botës pritet të bëhen bashkë në Kongresin e Kërkimeve Shkencore dhe Akademike që do të mbahet në Gjirokastër. Ky organizim vjen si bashkëpunim i Universitetit e Qrem Çabej dhe Karamanlu Mehmet Bey University në Turqi. Janë disa fusha që përfshihen në këtë kongres, si shkencat shëndetësore dhe mjekësore, shkencat sociale dhe humane, shkencat edukative, shkenca e sporteve, arte të bukura dhe shkenca ekonomike dhe administrim publik. Dhe është një punë e jashtëzakonshme që bën Universiteti i Gjirokastrës së bashku me partnerët turk, të cilët do të vinë me një delegacion në Universitetin e Gjirokastrës dhe në rajonin e Gjirokastrës. Duke qenë se kjo është një universitet i rankuar në vendet e larta në botë, për sa i përket rankimit këtij universitet, ka dhe një PR të jashtëzakonshëm. Reklama që i bën ky universitet është një gjë jashtëzakonisht e mirë dhe në kohën e dur. Pra sfidat me këtë universitet na bashkojnë. Janë sfida të qëndrueshme, janë sfida që i përcaktojnë çdo shoqëri dhe që edhe komuniteti akademik duhet t'i japë peshën dhe duhet të marrë përgjegjësitë e veta në këto sfida. Nga universiteti partner në cilësinë e kryetarit të kongresit, profesor Tahir Daxhi fton të gjithë shkencëtarët, studiuesit dhe akademikët nga Shqipëria, Turqia, rajoni e Migjer të bëjnë pjesë me punimet e tyre. Në kongresin ton marrin pjesë akademik, ekspert nga vende të ndryshme të botës. Kam kënaqësi t'ju ftoj ju shkencëtar në kongresin që do të zhvillohet në Gjirokastër të Shqipërisë. Kongresi do të shtrihet në 4 ditë duke nisur nga data 1 korrik.